se ju e lexuat, por unë e kam lexuar një studim i fundit, disa të dhëna të fundit nga Instati Megli. Blerta vjen ose me pyetje ose me studim, sot e kam me studim, nuk ka pyetje sot. Kishte të dhëna shumë specifike për qarqe të ndryshme të Shqipërisë, se sa domethënë kush kishte më shumë të martuar dhe kush më të divorcuar, cilat shtete, cilat qytete. Shtete, po. Pëlqen Fieri shtetën vete. Gjeni kush kryeson listën e qyteteve me divorcet më të mëdha, thënë ndryshe me kurvarët më të mëdhenj. Gjeni. Megli e para. Ferizaj. Po flasim për Shqipëri. Do më ndesh për ta lisë dhe njëherë. Me pyet dhe njëherë. Megli, nga qytetet e Shqipërisë, cili mendon se është qyteti që ka më shumë kurvar? Me të shkam dëgjuar nga shërit e mia që janë edhe Edhe çfarë? Edhe binjak që kanë qenë nga Vlora. Kështë lexuar këtë ti? Jo, po sa marrësh një histori tjetër për një çun nga Vlora, edhe jam akoma. Çfarë është historia? Mund ta dim? Historia është që çuni ishte i martuar, ishte binjakët dhe thonë që duke qenë se ishte i martuar, kishte lindur një fëmijë dhe i thotë kësaj gocës që unë nuk ndahem dot nga gruaja sepse është fëmia i vogël, por nuk e dua, unë nuk flej me një dhomë atë, ajo flen vetëm, nuk kam një bla bla bla. Kjo goca kishte takuar gruan e këtij poshtë shtëpisë, shtatzan me fëmijën e dytë. Qartë. Jo të takuar. Kishte lënë gruan prapë shtatzan. Po pra me gruan që nuk flinin. Me gruan me të cilin nuk ndaj dot për fëmijës parë. Pa. Dhe ky ishte i martuar dhe nga Vlora. Pa. Vazhdonte Tirana edhe Korça me përqindje më të lartë të divorcuar. Tirana pritet se është kryeqytet, ka më shumë njerëz. Po si mund divorcohesh me një korçar? Çfarë të bën? Ai vjen bën ai karnat, skëbrelalkë, vetë E dini Gjesi për surprizën tënde dhe të timen bashk. E di cili ishte qyteti rrethi me numrin më të ulët të divorceve në vend? Kuksi. Kuksi! Ka një problem. Çunat nga Kuksi respekte. Një sekond. Familjar. Seriozisht? Apo janë kurvar dhe Ke seriozisht në Blerta? Po pra pse kështu ishte Nga mendimi Kuksi, parë. Nga Kuksi mi thot. O shpirt. Unë mendoj që divorci më i ulët është në veri të Shqipërisë sepse kanë frikë. Po se nuk i lë njëri dalin, divorcohen, e kupton? Ky është problemi. Çunat kush lë çunat? Gocat mirë shpirt. Më fal, ku ke parë një çun që thotë unë do të gjykat divorcohem sot. Ndaj ma gruaja. Ata bën një lloj gjërash, por vetë të ndahen në divorc. Dhe nuk mendoj që një familje që jeton në Kukës gruaja çohet dhe thotë unë do ikin në gjykatë të divorcoj edhe do ndahem nga ty. Se kisha menduar këtë Por kam shumë respekt për çuna nga Kukës dhe nuk mendoj që t'japin motiv për të nda. Unë çdo çun nga Kukës që kam taku ka qenë shumë i mirë. Dhe shumë i sjellshëm. Dhe shumë punëtor. Okej, Megli, sapo ja ke fituar zemrat Kuksit, mund të talosh tani. Nuk fiton ai gjë. Gjithsesi. Ndërsa sa i takon martesave Gjesi, Fieri, Gjirokastra, Korça dhe Elbasani mbajnë numrin e lartë. A mendoni juve që mund të ndikojë për shembull Krahina ose qyteti në ndarjen e një çifti, për shembull mund të ketë prindër që nuk e pranojnë një djalë, po flasim në rastin ton që është nga Veriu, për shembull. Nuk e di, ndoshta vite më përpara kjo gjë ndodhte shumë me qytetet, për shembull, kush ishte nga se thonin diçka të më pleqtën, të motshmit, si thuhet që për shembull thonin që në Veri merr po mos jep, do të thënë tjerë sa stereotipe, gjëra kështu që tregojnë atëherë, ndoshta atëherë si lejonin në shtëpi të martoheshin kështu. Tani nuk mendoj që është problem, është bashkuar Fieri. Është bashkuar Jugu, Veriu. Ka ndonjë gjë me Fieri? Shqipëria mesme nuk ka asgjë larg, qoftë o zot. Janë bashkuar dhe shumë mirë bëjnë. Në Veri merr, po mos jep. Pra ti merr burr nga Veriu. Supozimisht, domethënë, jo, kishte për nusen, domethënë ti merre nusen nga Veriu, se janë goca shumë punëtore, shumë nikoqire për shtëpinë, ndërsa mos jep nusen tek burrat në Veri se me demek nuk janë të mirë. Stereotipet asaj kohe, jo se unë si një nuse në Veri them që është mendimi dhe vendimi më i mirë të martohesh në Veri. Ashtu është. Unë jam martuar akoma me gjëra fjalë, po gjithsesi. Pa pra ideja mirë. Tani nuk mendoj që ndodhin më këto gjërat e qyteteve. Të paktën për qytetet nuk ndodhin.